Matematike thjesht. Shkoj pak është lista serbe dhe pastaj do mbyllim gjithë një koment dhe për ndërkombëtarët. Një lajm që pash tek një nga mediumet në Kosovë, kjo Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë Nenad Drashi që kshu përkthe kanë shqip, domethënë ka siguruar një ulse thotë në kuvent. Duke ja marrë, po themi, listës serbe, pra lista serbe me 9 ulse, siç i kanë 10 të garantuara komuniteti serb dhe Nenad Drashić me 1. Për kthyer kjo në mandate, do më thënë është një mandat plus që do ta ketë VV-ja nëse do i duhet. Ta çojmë pak tek faktori ndërkombëtar se nga një fjali secili për ta mbyllur Albin Kurti ne shikojmë nuk e mbrojmë dot. Kështu që nuk do ta ketë pengesë. Pengesa e vetme ose po themi sfida e vetme që do të ketë zoti Kurti në këtë mandat do të jetë pushteti shumë i madh i tij, i cili do duhet ta menaxhoj, sepse ndonjëherë një pushtet i marr kaq shumë në numër do të ketë edhe sfidë për ta menaxhuar dhe e dyta shumë e rëndësishme është raportet me ndërkombëtarët. Sa i takon raporteve me amerikanët, ne kemi parë që në këto vitet e fundit i ka pas në mënyrë të ngrirë, për të mos thënë vitet më të ulët. Megjithatë është interesante për të parë si do të jetë me faktorin europian, sepse ka ndryshuar linja midis Europës dhe Amerikës, kështu që mund të ketë shansin të afrohet sërish, të ketë një afrim, duket gjasat edhe për shkak të zbutjeve dhe heqjeve të sanksioneve, që do të ketë një urë komunikimi me Bashkimin Evropian, gjë që do t'i vi përmbar dhe do ta ketë pozitive. Do të duhet ta shohim se sa do ta reflektoj dëshirën për të bashkëpunuar me ndërkombëtarët apo do ta luajë si një kartë siç e ka bërë. Dhe këtu hyn dhe roli Vjosa Osmanit në fakt. Po, do të thënë, kjo ka qenë një nga ndihmat kryesore, veç faktit të datës ka patur edhe këtë raportin që kur zoti Kurti do të ta luajë në konsumin e brendshëm kartën që unë nuk tërhiqem, gjithmonë ka punuar underground strategjikisht Vjosa Osmani. Ta fani një koment? Jam kurioz, ai ligji që kaloi, domethënë për korrupsionin në vendet e Ballkanit Perëndimor, domethënë që ishin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, secili mendohet që do prekë Shqipërinë, çfarë efekti do ketë për Kosovën. Dhe edhe për vendet e tjera që janë Ballkanin Perëndimor, po specifikisht për Kosovën. Në kuadër të tërheqjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Evropa, nuk e di se si përputhen të dyja, domethënë edhe një interes, po është një interes që nga Shtetet Bashkuara në Evropa, pra dhe në të njëjtën kohë ke një mesazh për Ballkanin Perëndimor, domethënë duket pak si kundrapedal, domethënë që nuk jepet daj sens, kështu që është për të parë se si do jetë angazhimi afatgjat i Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë pjesë të kontinentit. Shpresojmë që të qëndrojë, sepse është faktor stabiliteti, për ndryshe pastaj do detyrohet Evropa që të rrisi edhe ta marrë përsipër edhe çështën e Kosovës. Po mua më duket pak e vështirë, domethënë që Evropa të ketë peshën ndërkombëtare për të mbajtur çështën e Kosovës, duke qenë se nuk ka peshë ndërkombëtare as për të dhënë zgjidhje konfliktit në Ukrainë, domethënë. Dhe në këtë rast më duket pak e zymt paktën këto 4-5 vite të ardhshme, se si mund të jetë situata në Evropë, se si mund të jetë situata ndërkombëtare përsa i përket çështjes së po themi të Kosovës, sepse sfida kryesore që ka Kosova është njohja edhe futja në OKB. Domethënë pjesa tjetër është garnitur, po themi, sepse nuk mund të qëndrosh shumë vite dhe të qëndrosh, e sidomos në një periudhë të tillë, të jesh shtet jo i njohur në OKB ose jo ndërkombëtar, sepse po shikojmë që ka ndryshime kufiq, siç po ndodh në Ukrainë, siç po ndodh në vende të tjera. Rasti i fundit për shembull ishte Izraeli njohi Somalilendin, ishte një vend i cili domethënë është pjesë e Somalisë dhe duket sikur po krijohen ato premisa që vende të reja të rikrijohen apo vende të vjetra të zhduken. Dhe kjo në një moment kur ti nuk je antar i OKB, se bën statusin tënd në të ardhmen e bën paksa të dyshimt. Është e vështirë që pra në një situatë kaq të vështirë si të është Evropa për 4-5 vite të ardhshme, unë nuk mendoj që do ketë avancim
të Kosovës në drejtim të, po themi, njohjes Shumë së shkurt, se OKB-s. dua t'ju marrë nga një koment para se ta Dhe kjo mbyllim. është ajo që është problematika më e madhe që shikojmë. Vetëm për të bashkangjitur bisedës tek dokumenti që po përflitet sa i takon rajonit ose Ballkanit nga Shtetet e Bashkuara. Duhet parë me kujdes, është një raport shumë i gjatë, është një 3000 faqe. 3.000 faqe faqe, është. ku një prej elementeve që unë kam hasur është fakti që ka një ndalesë të ndrimit të kufimeve, po kjo duhet pastaj parë me kujdes. Kështu që kjo vjen, nëse kjo është një mbrojtje e Kosovës dhe është shumë interesante për ta lexuar dhe për të mos nxituar se është shumë i gjerë, do duhet ndoshta një diskutim tjetër sa i takon këtij. Shumë shkurtimisht për ta mbyllur. Unë besoj që pas përfundimit të konfliktit në Ukrainë, që në një mënyrë ose tjetër do mbyllet në muajt në vijim, administratës së presidentit Trump duhet të merret blitz me Ballkanin, kur them me Ballkanin, plas me Kosovën edhe me Serbinë. Gjasat duken që jo vetëm ato që janë bërë publike, por edhe në komunikimet e Kosovës me administratën e re, është që ndryshimi i kufive është hequr nga si opcion. Ajo çfarë duhet të përcaktojnë, kam përshtypjen, është pjesë tjetër që është e ndjeshme, që është statusi i Asociacionit të Komunave Serbe, po që edhe aty besoj që nuk do shkojnë me kompetenca ekzekutive, që do jetë prapë e pranueshme. Në këndvështrimin tim do shikojmë në Ballkan një tërheqje të Bashkimit Evropian, do shikojmë një shtytje nga ana SBA-ve edhe të Gjermanisë si faktor. Edhe kam përshtypjen që SBA-t Ballkanin Perëndimor ose të paktën faktorin shqiptar do e marrin në sqetull. Kështu që unë nuk shoh ndonjë gjë negative. Nuk është çudi që kjo është hipotezë, nuk është çudi që në samitin e 2027-s Kosovës të bëhet ftesë për antarësimin në NATO, në kuadrin e rishikimit edhe të strukturës sigurisë në Europë, se besoj që pas Ukrainës do ketë edhe një rikonceptim të strukturës së sigurisë në Europë, dhe kam përshtypjen që Ballkani Perëndimor do futet në sqetullin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po një nga kërkesat e Putinit për shembull ishte reverse back të gjithë ato një angazhim edhe mua më duket shumë e vështirë domethënë që të futet në NATO. Edhe për faktin që ke shumë vende NATO që nuk e njohin, domethënë ke Spanjën, ke Hungarinë, ke Greqinë, të cilat nuk e njohin Kosovën, dhe për më tepër është dhe një presion nga ana e Rusisë për